Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, salavatet me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Vazhdojmë të shoqërohemi edhe në këtë muaj të begat me mirësitë e Allahut xhalla xhelaluhu, duke qenë se në muajin të cilin gjendemi është ndërlidhur ngushtë me muajin paraprak, me muajin Ramazan, për shumë arsye. Dhe vlerat, urtësitë, mirësitë e këtij muaji do t'i shpjegojmë inshallah në hutbe. Mirë po tani inshallah do të mundohna me shpjegu një thënie të pejgamberit alayhis salam, e cila është përplot mësime, udhëzime, këshilla të cilat na duhen në jetën tonë të përditshme. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Allahu i don, i pëlqen nga ju 3 gjëra dhe i urrejn për juve 3 gjëra. Pra paraprakisht na njofton pejgamberi alayhis salam çka ka qef, çka don Allahu xhalla xhelaluhu dhe çka urrejn Allahu xhalla xhelaluhu. Pra do të shpjegojmë fillimisht ato që i don Allahu xhalla xhelaluhu, pastaj do të mundohemi që të nxjerrim mësime dhe udhëzime nga to. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Allahu ka qef, dëshiron nga ju, pëlqen nga ju që ta adhuroni atë dhe të mos e shoqëroni në asgjë. Kjo është çështja më fundamentale dhe e shihni të ndershëm vëllezër, çdo ku ka këshilla dhe udhëzime, në radhë parë është adhurimi ndaj Allahut xhalla xhelaluhu, e pastaj dhe largimi nga shirku ose rivaliteti, duke qenë se adhurimi është esenca e krijimit, kurse paganizmi, shirku është mëkati më i madh. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dhe çështja e dytë që ka qef, që e don Allahu xhalla xhelaluhu, që e pëlqen nga ne, është që të kapni të gjithë për litarin e Allahut dhe të mos përçahni. Këshilla e tretë ka ardhur: "Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum." Ti këshilloni ata të cilët janë përgjegjës tuaj, ata të cilët ju udhëheqin. Këto janë 3 gjëra që kanë ardhur në këtë këshill profetike, që i ka qef, që i dëshiron Allahu xhalla xhelaluhu. Ndërsa gjërat të cilat nuk i don Allahu xhalla xhelaluhu, wa yakrahu lakum thalatha, dhe nuk i pëlqen nga ju Allahu 3 gjëra. Qila wa qal, thashe thëmet, wa kathratu su'al, pyetjet e shumta, wa idha'atu al-mal, dhe shpërdorimi i pasurisë. Këto janë këshillat. Kjo është një thënie me përplot këshilla. Prandaj po mundohemi nga pak m'ia dhon disa komente për shkak kohës së të ngushtë deri në ezanin e xumas, që të nxjerrim mësime për jetën e përditshme. Pra të ndershëm vëllezër, këto janë bazamente të jetës. Ajo çfarë Allahu dëshiron janë bazamente të adhurimit. Ajo çfarë Allahu nuk pëlqen nga ne është sepse këto prishin vlerat e jetës tonë. Parimisht, kur do që ndëgjojmë qasje të tillë, udhëzime të tilla, Allahu pëlqen për juve këta. Allahu don për juve këta. Cili është mësimi që ne do të më nxjerrë këto? Pra në radhë parë të ndershëm vëllezër, duhet ta kuptojmë se Allahut ne do t'ja bëjmë qefin. Në radhë parë sepse jetojmë për Allahun dhe jetojmë me Allahun. Prandaj ne do ta kemi në hatër këtë çështje. Çdo gjë që ne e veprojmë, do t'i flasim vetvetes, a e don Allahu këtë? A e ka qef Allahu këtë që unë po e veproj, po e them, ose po e mendoj? Ashtu siç pa krahasueshëm, vetëm po sjellmi shembull. S'ka të krahasuar me Allahun, por po sjelli shembull. Po du m'ja bë dikuj një të mirë, po du me bani diçka, a i pëlqen babës kjo, a i pëlqen mikut kjo, a i pëlqen shokut kjo, a i pëlqen punëdhënësit kjo, menaxherit, a i pëlqen që kjo.
Sidomos aty ku lun parja, aty ku është interesi, e dini që na kogja mirë stopohemi. Apo? Para se me fol, para se me vepru, stopohemi një, stepemi, sepse mund me të largu pi punës, mund me të penalizu, mund me të sankcionu, të gjitha këto janë të mundshme. Kush është ai? Ai është njeri. Ai është që edhe pa të jeton, e ndron punën edhe jeta vazhdon. Ani pse ne gjithmonë këshillojmë që të me qenë përgjithshëm karshi menaxherit, sepse ke bë kontratë pune me te. Mirë, po ne tani jemi të volë për një çështje shumë delikate. Po dojmë bë një punë jashtë marrëveshjes që kemi bë, kur e kemi bë marrëveshjen me punun çat firmë, po duam të bëni diçka. Ku na shkon mendja në radhë parë? Natyrisht ne jemi njerëz vëllazër, në radhë parë na shkon mendja ai pëlqen menaxherit kjo. Mos pja prishi hatrin, mos pja prishi shefin, mos po më hatrohet. Kjo është kur ne ballafaqohemi direkt me ta. Po mos u ballafaqo direkt me indirekte, për shembull, kur ai nuk është aty. Kur menaxheri nuk është në firmë. Kur menaxheri nuk është në firmë, përgjegjësi i firmës nuk është. Je veç ti. Po don me bëni diçka. Cila është çësia? Ku të shkon mendja në radhë parë? Jo se mos më sheh. Me bumun po mirë, vëzhgimi i Allahut, që Allahu na përcjell, e shumë gjëra të tjera. Këto nuk kanë të krahasuar me Allahun, por këto janë sinjale që ne, pra, me çet rregull duhet të funksionojmë. Me qenë se po do kam ja bë qefin, edhe prindit, edhe fëmijët, edhe gruas, edhe gruaja burrit, edhe mikut, edhe menaxherit edhe atij. Sa po lëm qef për Allah. Apo i harxojmë këtë qefet në këtë dynjë, për dynjë, apo po lëm qefe edhe për Allahun. Në radhë parë, pra, duhet jetë gjithmonë fokus vëmendjes Allahu. Andaj, pra, shumë çka ka për të thënë, këtë e bana si hyrje, për ta kuptuar të ndershëm vëllezër se kur na e bëjmë qefin Allahut, shumë çka varet nga ajo. Në radhë parë e gëzojmë Allahun. Me arrit razina Allahut, kënaqësinë Allahut, çka i bjen? I bjen që ti i falën, të ka falë Allahu. I bjen që ti je afër Allahut, i bjen që ti je në fokus te Allahu, i bjen që ti je prej banorëve të xhenetit. Prandaj vëllezër janë shumë gjëra që na duhet të jemi të kujdesshëm këtë çështje. Ndërsa sa i përket këtyre gjërave që kanë ardhur në këtë hadith, sepse ka hadithe të tjera, se thani profetike të tjera që shtjellojnë gjëra të tjera. Në radhë të parë, Allahu ka qef, dëshiron që ju ta adhuroni Allahun. Pra kjo i bie që Allahu pejgamberi alayhis salam ne ka dhënë përgjigjen dhe nuk na ka lënë na me u lodh. Se sikur ta kish lënë enigmatike, Allahu ka qef. Pa i sqaruar gjërat, na kishim me dhanë përgjigje të shumta të ndryshme, ndoshta nganjëherë edhe jo shumë të qelluara. Por ndoshta edhe nëse janë të qelluara, ka mujt me qenë shumë të vështira për neve, se zakonisht njerëzit nga friga edhe e rëndojnë vetveten. Kurse e kundërta është realiteti i fesë. Feja jonë është e lehtë, që ka në hadithe të sakta. Inna hadha dine yusr, vërtet që feja është e lehtë. Atëherë, por Allahu xhela xhelaluhu në Kur'an e ka shpjeguar esencën e krijimit ton dhe të jetesës tonë. Na jetojmë për me adhuru Allahun xhela xhelaluhu. Siç thot Allahu xhela xhelaluhu suratul Dharriyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam kriju as botën e gjinëve, as njerëzit, por as gjë tjetër, vetëm që mund të më adhurojnë. Pra, krejt gjëra të tjera, puna, shkolla, martesa, aspekti human, të gjitha këto janë mjete ndihmëse që na çojnë drejt adhurimit. Esenca jonë pra është me bën ibadet Allahun. Prandaj edhe ju e dini që nëse jetojmë me këtë jetë, atëherë edhe gjumi jonë hin në ibadet. Edhe mendimet tona hin në ibadet, vetë që mendon mirë, që ky realiteti i fesë tonë është. Ti je tunajt. Po të shkon mendja për mirë diçka, u shkruani se vao. Nëse vepron 10 deri 700 fish. Nëse çato çka ka si ide e shtin punë, shpërblesh me 10 fish deri 700 fish.
Llogaritni sa në fetim jemi na. Pastaj, se hadithi s'pomlen shumë hapësirë me u zgjeru, ta adhuroni Allahun ka qef Allahu u adon juve këtë dhe mos ta e shoqëroni me asken në asgjë. Pra, sa ma lartë kam folë, dini kam folë shumë ligjërata për paganizmin, për shirkun, por duhet me prek këtë temë shumë dhe shpesh. Sepse Allahu po thotë në Kur'an: "Wa ma yu'minu billahi illa wa aktharuhum mushrikun." Shumica atyne që besojnë Allahun kanë paganizëm. Nëse nuk e njohin fenë mirë, kanë paganizëm. Sa kemë na pi namazlive, jo vetëm pi besimtarve, pi namazlive që në fjalët e tyre ose në veprimet e tyre prekin paganizëm. Për shembull, ka një problem, unë po i preki problemet e jetës përditshme. Nuk i flet një fëmijë, nuk i hes një fëmijë, ka një problem një fëmijë. Në radhë pari shkon mendje me shumë tyrbe me lut ato të vdekurin aty. Ky është paganizëm që nuk falet nëse vdes njeriu me këtë gjëna. Ose fëmijët një penë që të ndorë të posa lindur se fëmijë, domethënë, peni po i mbron. Këtë këtu i në gjëra vëllezër shumë të rëndësishme. Prandaj, çdo ku ka ardhur ibadeti, adhurimi, krahas ka ardhur largon prej paganizmit. E dyta, që të kapëni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u ndani. Kush është litari i Allahut? E ka shpjeguar në radhë parë vetë pejgamberi alayhis salam. Ka thënë, litari i Allahut është libri i Allahut. Pra të kapëni të gjithë për Kur'anin. Pra, ta e njihni Kur'anin, ta e lexoni Kur'anin, ta e përpunoni Kur'anin, të punoni me Kur'an, ashtu qysh e kanë kuptuar gjenerata e parë, sahabët, tabiinët, dietarët islam, edhe ti nuk lodhesh shumë. Si t'janesh ti me lexuar një ajet Kur'anit edhe më dhon ti mendimet e tua, dije që nuk të ka më çu gat kjo çështje. Nuk çon gjatë. S'tmon ky konduksion gjatë. Po flas për xhamatin, nuk kem të fol për hoxhallar. Si të nis xhamati me lezu Kur'anin vet, edhe me dhon vet koment, edhe lexoni hadith pejgamberit sa mundohet me dhon koment, di që nuk të çon gat. S'çan ky konduksion gjatë. Pra pse? Se kjo është natyra e fesë tonë. Feja jon nuk don kush çka i vjen mend me fol. Sepse më të shprish feja jon çyshin prish tjerat. Prandaj vëllezër duhet me pas kujdes. Kapuni të gjithë për litarin e Allahut, siç na thot Allahu kapitullin Ali Imran: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kapuni të gjithë për litarin e Allahut, i bie për mbanju asaj çka po i thret Allahu dhe mos u përçani. Se në momentin që përçaheni për çështje të imta, atëherë ju humb forca, siç thot Allahu xhalla xhelaluhu: "Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin." Mos u përçani. Se nëse përçaheni, do të dështoni. Ju humb forca. E pastaj kur t'ju humb forca, nuk keni më vlerë, por bëni sabër ndaj njëri tjetrit. Pra bëni durim ndaj gabimeve të njëri tjetrit. Zatën edhe kështu na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Kur i ka lavdëruar robët e mirë, besimtarët e mirë pejgamberit sa çka ka thonë? Për robëve të mirë të Allahut janë ata që bashkohen me njerëz, rrinë me njerëz dhe bojnë sabër ndaj gabimeve tyre. Se ai që i mirë ti s'ki nevojë me bë sabër ndaj, sa i mirë, flet mirë, punon mirë. Po ai që flet jo mirë, vepron jo mirë, bën sabër derisa të rregullohet. Por ai bie të ndershëm vëllazër, këtë e ka qef Allahu. Allahu dëshiron që na të kapemi të gjithë për litarin e Allahut dhe të largohemi nga përçarja. Dhe e treta, që ti këshilloni ata të cilët ju udhëheqin, e prorët e juve. Kjo çështje është jo për çdo kënd. Kjo çështje ju takon hoxhallarëve, dietarëve. Pra hadithi flet për e prorët në shtetin islam, të muslimanëve. Por edhe nëse ka nevojë në një shoqëri, sikur shoqëria jon, jo çdo kush mund me këshillu e prorin, të parin e vendit ose të komunës. Ka rregulla, ka disiplina, kanë ardhur hadithe të shumta që ata të cilët janë me prestigjën, me vend duhet të respektohen, pavarësisht bindjeve të tyre. Që kjo është feja jonë, por jo dhe çdo kush është i deni dhe i thirrur për me i këshillu. E atëherë këtu dietarët islam thonë kjo i përket sikurse te çështja atje kur urdhërojmë për të mirë. Është me fjalë,
Është me zemër edhe është me veprim. Këta me veprim e bën pra shteti, nuk e bën personi sepse mund me gabu. Dhe pjesa e dytë e hadithit, po mundona se po im presion kohës, dhe Allahu ju u urrejn 3 gjëra. Cilat ja u urrejn në radhë parë qile ve qal. Thashë thëmet. Pra të ndershëm vëllezër, secilin prej këtyre trija që kanë ardhur prej gjërave që nuk i pëlqen Allahu për neve, nuk i dën për neve, këto janë çështje që neve na lanë mrapa. Neve na i humbin vlerat. Neve na i shkatrojnë bindjet tona, na i njëllosin zemrën tonë, prishin raportet me të tjerë, humbin kohën, humbin arsye për çka jemi kriju kështu në radhë. E para është, pra, edhe është radhitësi e tillë prej smundjeve që vërtet e shkatron familjen, shoqërien, xhamatin, vëllaznillakun, thashë thëmet. Marrja me thashë thëmet. Kish thonë, a e keni çka po thot? Po thojnë. Ju e dini vëllezër që në hadithe tjera ka ardhur që nuk është cilësi e muslimanit mirë. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, po i përmeni 2 hadithe që urrejt imani mend, shkurta janë. Për islamit mirë të muslimanit është mos më marrë me punë të huaja. Nëse dën me kanë kanari, peshorja, me mat vetin ku je, qite qita në kanar edhe këshire ku je. Për islamit mirë të muslimanit është mos më marrë me punë të huaja. E dyta, hadith i dytë. Kefa bil mar'i ithmen an yuhadditha bi kulli ma sami'a. I mjafton, po thot pejgamberi sa, i mjafton robit për gjuna. Çka të nin me fol? Që kjo është hala më rrezikshme. Se kjo tash e kemi problemin e rrjeteve sociale, fake news ka të shkojsh, lajme të rreme, po edhe nëse janë sakta. Pas më tepër që shumica domethënë aty postojnë, por kjo nuk ka të bëjë tash vetëm me rrjete sociale, mos ta kesh interpreton dikush. Pra, mjafton për gjuna, që personi për gjuna qartë e Allahu, çka të nin tregon. I kishte thonë, ai niti çka i tha. Pra, mjafton kjo. Nuk është cilësi e muslimanit mirë. Prandaj të ndershëm vëllezër, thashë thëmet, pra janë kancer i shoqërisë, kancer i miqësisë, që prishin raportet e kështu me radhë. Prandaj sa më lart të ndershëm vëllezër. E dyta, për gjëra që nuk i dën Allahu për neve është kethratu sual. Pyetjet e shumta. Për çka është fjala këtu? Dietarët islam kanë folë gjëra dhe gjatë, mirë po kanë pru një përfundim se ne parimisht na lejohet me bë pyetje me vetë. Madje Allahu xhalla xhelaluhu kemi citate që nxit, kemi hadithe të shumta që nxisin pyetje. Allahu thot: "Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun." Allahu na nxit në pyetje. Thot: "Pyetni ata që janë thirrur për gjëra që ju nuk i dini." E çysh ka mundësi tash me ardh ky hadith me kundërshtuar kurse hadithi i sakt? I bie pra, pyetje të cilat janë provokative ndalohen. Hajt ta zongosh hoxhën, llogarit xhamati ta zongosh hoxhën. Ka pas shumë komunizëm kështu, shumë kanë hik hoxhallar e moshëm, Allah i shpërblefte i paguft, shumë kanë hik ata. Qështu ta zo hoxhën ngusht. Halan është ta ka. Kjo personi edhe nëse e din përgjigjen, pra merr gjuna, e hidhron Allahu. Pra, fjala këto është thënë dietarët islam, pra vëllezër ne jemi këtu mësu mu eduku. Kjo thënie pejgamberit e sa është edukat. Mos bën pyetje pa nevojë. Mos bën pyetje për me harxhu kohën. Mos bën pyetje për të duk. Mos bën pyetje për të reflektuar, për të pa të tjerë të kështu me radhë. Bën pyetje që t'intereson ose pyetje që ta merr mend që dikush atë në mezhlis nuk e din. Kjo bën. Po çdo lloj pyetje e cila ka të bëjë me provokim futet në këtë hadith e që i bie se personi pra penalizohet te Allahu. Allahu nuk e dën atë person. Allahu nuk e dën këtë çështje. Dhe e fundit, pra për shkak të kohës të ngushtë, ka ardhur idaatul mal. Allahu nuk dën, nuk ka qef që robi Allahut me shpërfill pasurinë, me shpërdor pasurinë, me këtë shpërdor pasurinë. Kjo ka pastaj është një oqean që ka për të fol rreth kësaj çështje. Por me parafru çka është për qëllim? Është për qëllim me harxhu sot nevojitet. Harxho sot nevojitet ty, jo mu. Nështë mu vin më shumë. Nështë ati tjetër të vin më shumë, jo sa mu. Ti harxho ty sot vin.
Për atë arsye vëllezër, në parim me kanë a keni një herë në hoxh të regu që krejt do të vlek kjerët njësoj, krejt do të marrë shtëpiat njësoj, krejt do të më vesh njësoj. A keni një hoxh në herë të thonë kështu? Jo, s'ka kësi hoxh. As thot, te në kiamet thot. Pse? Se Allah na ka lënë të lirë këtë çështje. Ose me hangër të njëjtin ushqim. Duhet me krejt për shembull banorët e Kosovës, njëjtin ushqim duhet me hangër se bën ndryshe, jeni në gjuna. A keni një herë të thonë hoxh kështu? Nuk them kështu. Pse? Se parimisht këto gjëra në esencë janë të lejuara. Veshja, ushqimi, çështjet të cilat neve na ndihmojnë një jetë të lejuara. Por në momentin që e shpërdor, e ke shpërdor, e tepron në shpenzime të panevojshme, Allahu për këtë e urrin. Po e cekin një citat në suratul Isra, citati 26 dhe 27, ku Allahu xhallal xhelalu thot: "Wala tubadhiru tabdhira." Mos shpenzoni pa nevojë. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Se vërtet ata të cilët shpenzojnë pa nevojë janë vëllezër të djallit. Dhe djalli është mohuesi i Zotit të tij. Kështu Allahu po thot në Kur'an. Edhe pse na thret edhe në suratul Araf, Allahu xhallal xhelalu që timi të kujdesshëm, kulu washrabu ya bani adama kulu washrabu wala tusrifu. O të bita Ademit, hani, pini, ushqehuni, por mos e teproni. Inna Allaha la yuhibbul musrifin. Allahu nuk I don mastravgjit. Po e përdori tekstualisht një tipike këtë shprehje se e din të moshunit fjalën masraf. Ai është mastravgji. Kjo është shprehje kuranore që kanë jetu popullin me këta. Mos u bë mastravgji. I bjen mos shpenzo pa nevojë. Çka do që ki nevojë, përdore, nuk ka kurrë problemi. Në momentin që shpërdor pasurinë, për shembull, e ke bleni ushqim, nuk e përdor, e gjun, e blen tjetrin, por që ata kemi dhënë llogari. Ule tus elon në jo me dhin anin naim. Allah thënë, një ditë ka me ardhur që keni me dhënë llogari për ta. Ke bleni tesh, nuk e vesh, veç e lën për të bërë shumë, kemi dhënë llogari para Allahut për te. Një ditë ne përdorsh, një ditë përdore e ka dikuj. Pra kështu të ndershëm vëllezër, këto janë disa prej udhëzimeve profetike të cilat po ndërtojnë karakterin ton, vlerat tona. Allahu na mësoj që të jetësojmë jetën e përditshme. Zoti ju shpëlbej për vëmendjen. Alhamdulillah.